aktivistët apo familjarët, ju themi, nuk ju kemi frikë, nuk ju kemi frikë. Nuk ju kemi frikë, nuk ju kemi frikë, nuk ju kemi frikë, nuk ju kemi frikë. Ndërkohë që pjesa më e madhe shokëve tanë janë liruar, një djalë një protestues që vjen çdo ditë nga Elbasani, Ani Peçi, bëhet ende në komisariatin numër 1. Ati nuk i është lejuar as të marrë avokatin e tij, por i është caktuar një avokat kryesisht dhe rrezikon që ta mbajë 72 orë. I bëjmë thirrje policisë së shtetit të liroj në mënyrë të menjëhershme të gjithë aktivistët që kanë protestuar paqësisht sot përpara parlamentit. Lironi aktivistët! Lironi aktivistët! Lironi aktivistët! Lironi aktivistët! Mirëmbrëma Shqipëri!